Mirëmbrëma dhe mirë se vini në çdo kënd. Do të flasim sonte këtë të premte për një prej problemeve më kryesore të shoqërisë shqiptare që nga ardhja e demokracisë dhe bëhet pikërisht fjalë për pronat dhe legalizimet. Premtime të shumta në të gjitha këto vite, ligji i famshëm 7501, kthimi dhe kompensimi që ende nuk është përfunduar, legalizimi i ndërtimeve pa leje, premtime në fushata elektorale dhe jo vetëm. Në 2013, kryeministri Rama premtoi jo vetëm legalizime falas, por edhe mbyllje të procesit brenda mandatit të parë qeverisës. Dëshiroj që ky zotim i firmosur prej meje të vendoset këtu në sy të gjithëve dhe vlerësimin ta japim pas 4 vitesh mbi bazën e këtij zotimi, tha aso kohë Edi Rama. Por çfarë ka ndodhur në fakt pas 12 vitesh pushtet të kryeministrit? Mario Brakaj, gazetari ekonomist në A2CNN, na bashkohet për një shpjegim të hollësishëm të kësaj situate. Mario, faleminderit. Mirëmbrëma. Atëherë, tek kjo pyetje e parë, çfarë ka ndodhur? Ku jemi me legalizimet dhe si ka ecur ky proces dhe në fakt si qëndrojmë me ato premtimet elektorale që kanë bërë partitë politike të djathta dhe të majta lidhur me procesin e legalizimeve? Është një ndër premtimet më të përsëritura të tranzicionit më shumë se sa 3 dekadave. Nisi si proces në vitin 2006 për të legalizuar si banesat pas të ndërtuara para periudhës viteve 1990, por edhe ato në dekadën e parë të tranzicionit, dhe ne patëm rezultatet e para në periudhën 2006-2009, aso kohë në qeverisjen e Partisë Demokratike. 1583 banesa u legalizuan aso kohë. Ndërkohë që pati një lloj stagnacioni në vitet 2010-2011, ka pasur, le të themi, diku tek 6000 banesa të legalizuara, 2011-2012, ndërkohë që siç shohim në vitin 2013, që ndodhi edhe tranzicioni i pushtetit, për shkak, le të themi, se politika ishte e fokusuar tjetër kund zgjedhjet e asaj kohe, kemi pasur një numër edhe më të ulët. Vetëm 2175 banesa të legalizuara. Shtëpi. E thënë thjesht dikush që mori certifikatën, pra zotërimin juridik të asaj banese që kishte ndërtuar në fshat, në qytet apo në një zonë tjetër. Ndërkohë që me ardhjen në pushtet socialistëve, siç ti citove, aso kohë kryeministri Rama, madje ka qenë në Durrës, se në ish zonën e Kënetës ka pasur edhe, le të themi, dhe slogani më informale, u shpërndan edhe 1001 leje brenda një periudhe shumë të shkurtër dhe u përdor, le të themi, asa kohë nga Partia Socialiste, dhe në 2014 kemi më shumë se sa 15.000 leje të legalizuara. Kujtojmë që kryeministri Edi Rama bënte dhe turet dhe shkonte dhe i shpërndante personalisht dhe ishin falas, ndërkohë që ka pasur një ritëm të kënaqshëm në vitet 2015-2016 dhe si shohim në 2017 që kemi pasur përsëri zgjedhje, kemi pasur një rënje, por që kemi mbetur në kuota të kënaqshme. Ka vazhduar po ashtu në 2018, ndërkohë që në 2019 kemi pasur më pak legalizime, në 2020-2021, si shohim në fakt kurba lëviz më shumë gjatë periudhave që ne kemi zgjedhje, si zgjedhjet vendore, por edhe të përgjithshme parlamentare, ndërkohë që për vitet 2023 dhe 2024 kemi më pak se sa 21.000 legalizime në total të dhëna në harkun e 2 viteve. Ka pas disa herë, Mario, premtime të ndryshme, por edhe mbështetur mbi filozofi të ndryshme se si duhet të bëhet procesi i legalizimit.